gjithë fusha e artit kombëtar dhe ndërkombëtar që operojnë sot kanë dalë nga në shkollë. Prodhimtari më të shëndetshme. Është legjendare e shkollë. Dhe kjo është absolute. Kini parasysh një gjë, ka ardhur koha. Çfarë do me thënë ka ardhur koha? Profesor Ardian Isufi, për të vërtetës, është në pikën e brezit art ku lidh të dy gjeneratat. Një gjenerat me mënyrën e saj për shkak të titujt dhe moshës, duhet patjetër të lëri stafetën. Gjenerata tjetër që merr stafetën është 200 metrë mbrapa pa i asnjë gjë. Dhe s'merr dot as stafetën. Infrastrukturë, a më kupton? Po e them habetare. Pra në rast se do ta lëri stafetën, se s'do të përmend emra. Profesori me doktori që është para Gaz Leka për shembull, le të themi. Jo, nuk ka lidhje se jam në atë tjetër. Mos përmendim emra se ata. Po kot thashun tani. Lënë stafetën institucionale, jo artistike. Ky është problemi që ju e keni marrë në mënyrë thashë theme. Ne jemi këtu, jemi. Po thashë them tha dhe profesori. Jemi intelektual, do të flasim direkt. Pra, a më kupton se kush është problemi? Po jam ke institucionet, i çon, domethënë, o Lidon, ti përpiqesh ta akademizosh një gjë që shumë e thjeshtë. Unë kam një kërkesë, ndaj teje që je personi që duhet ma zgjidh problemin. Unë ta çoj letrën, ti e merr letrën dhe bën një gjë që s'duhet bërë. Ja, këtë shikoti. Ky është problemi, e kupton? Në rast se nuk do ishte kryetarja e Parlamentit të Kosovës, nuk do kishte president sot. A më kupton? Ky është vendi vakant. Pra në rast se dikush tani fat keq ndodh diçka nesër, ajo atelje mbetet bosh, zotri. E kuptova. Unë e kuptova. A më kuptove se e të kenë jetë gjatë të gjithë. E kuptova shumë mirë. Pra ka ardhur koha. Problemi është që a kuptojnë ata që duhet të kuptojnë. Ka ardhur koha. Se unë e kuptoj që ne duhet të jemi gati. Që të ketë pedagog dinjitoz, ne kupton edhe njeriu më, edhe ai njeriu që i thotë. Pra ne jemi gati, çdo atelje mundohet të japi shembullin e saj. Tani, për arsye X, Covid-i, gjëra, ka ndodhur gjëra, mosha, zitimi, ka ndodhur gjëra të tilla që erdhëm në këtë fazë. Atëhere, mbas zgjedhjeve, u vënë ca makineta në shkollë, që porosit kafen. 50-që, 100-që, 200-që, 500-që. Tani, unë qëllova njërish që i kësha një mishe, 10 mishe, do me thënë, edhe një 5 mishe, nuk blia dotën makinet. A më kupton? Pra, ky do quhet në fakt fenomeni, më thuj profesori se tash gjipali. Pra, fenomeni gjipali do më thënë që ka shumë eksperiencë, ka dhe mosh. Unë të parin pash gjipalin, pasaj fola me atë pash Ragoj Josifi edhe si për solidaritet vlonjat. Duhet të marri titullin. Pse? Sepse normalisht ligji mendon për mua që ndërkohë që unë isha pa punë, nuk isha i pa vepër. Veprën unë e vijoja, studimet, bërë dhe në shteti që bëja prezentimet, dhe sot jam... Nesër të dalë pensionon për 7 vjetë. Problemi është që ka dhe një pension me atë titullin. Ne nuk po ecim në asgjë rrugë të pashkelur. Kushtetuta mbron minorancat. Ne nuk po ecim. Ne jemi minorancë, ne të rinjve që janë poshtë nes, si thot profesori, dhe aji ma ka thënë dhe mua, ma dikton të bëj doktoraturën, ndërkohë a i me ndonë se unë jam i ri, dhe unë i them, nuk e bëjt do të me doktorë, se mbaroj në pension. Dhe mbaron ciklin, po. Atere, mesazh. Kjo është logjikë. Mesazh. Mesazhi mund tjetë brënda temës, jashtë temës, si ta me ndonë ju?